për gjithëve dhe mirë se keni ardhur në shtëpinë e futbollit. Mirë se keni ardhur përfaqësues të kompanisë Wizz Air dhe të TIA-s, aeroportit të Tiranës. Për kompaninë si partneri i ri i Federatës Shqiptare të Futbollit, ju uroj edhe mirëseardhjen në komunitetin e futbollit. Sot, siç ju jeni të lajmëruar, jemi për të bërë publike finalizimin e një marrëveshje që Federata e Futbollit ka arritur me kompaninë e mirënjohur, do thoya lider për tregun shqiptar të fluturimeve, Wizz Air. Wizz Air është bërë pikë referimi për fluturimet rajonale dhe për këtë ne duhet jemi falënderues gjithë. Ne jemi shumë nderuar dhe të respektuar që sot Federata e Futbollit nënshkruan të marrëveshje me kompaninë e fluturimeve. Në fakt, në përgjithësi në deklarimet apo në publikimet e sponsorave ne nuk kemi thënë numrat, por sot ju deklaroj se Wizz Air është sponsori më i ri, është partneri më i ri i Federatës Shqiptare të Futbollit, është i 17 në numër, por është dhe një gjë jubilare sepse plotëson shifrën 10 milionë euro të ardhura për Federatën e Futbollit, për futbollin shqiptar nga sponsorizimet. Kjo nuk është një rasti, numri në rritje çdo vit i sponsorave apo i partnerëve, por është frut i punës, i seriozitetit, i vizionit afatgjatë Federatës Futbollit, është frut i dashurisë që kanë dhe gjithë shqiptarët për futbollin, është frut i punës e ekipit kombëtar në fakt, që sot nuk është më një skuadër për të plotësuar grupin, është një skuadër që lufton për ta fituar atë në çdo rast në kualifikuese. Unë jam shumë i bindur që kompania Wizz Air, dhe jo vetëm kompania Wizz Air, por gjithë ata që bashkëpunojnë dhe besojnë në vizionin tonë, do të kenë rezultate pozitive dhe do të rriten bashkë me ne. Në fakt, në këtë vit ne do të përfundojmë dhe një platformë bashkë me partnerët tanë, përfshirë dhe Wizz Air, për tifozat e ekipit kombëtar. Një platformë e cila do t'i javi benefite, do të shtoj numrin e qëllimi kryesor pra është që të shtoj numrin e atyre që mbështesin kombëtarën shqiptare dhe do të kenë benefite jo vetëm nga Federata e Futbollit, por nga gjithë partnerët tanë, siç e thash, përfshi dhe Wizz Air. Ky është vizioni jonë që ne gjithë bashkë ne mund të arrijmë më shumë, jo vetëm me partnerët. Për ta përfunduar, unë e falenderoj gjithë ata që kanë bërë të mundur këtë marrëveshje, falenderoj kompaninë Wizz Air, përfaqësuesit e saj, falenderoj përfaqësuesit e TIA-s, aeroportit të Tiranës, dhe shpreh edhe një herë bindjen dhe besimin që gjithë bashkë do të rritemi akoma më shumë. Thank you so much. It's a great pleasure to be here today announcing this partnership of Wizz Air and the Albanian Football Association. Football has a unique power to unite people and communities, and the Albanian national team represents sporting excellence and also national pride and passion. So it's a tremendous honor for us to be associated with such an important symbol of the national identity. This partnership reflects also our shared values. I mean, the values of Wizz is connecting people, is also ambition, is teamwork, is dedication to excellence. So I think that we share all these values with the Albanian Football Association, and we are really proud to be able to connect the team, to connect also the fans, and to connect all the Albanian diaspora across Europe. On behalf of Wizz Air, I would like to say thank you to the Albanian Football Association for your trust and for this partnership. Forza Sipari!